Amerika pas ka shku me ja vjedh naftën popullit liridashës të Venezuelës. Muri i Berlinit ka rënë vitin 1989, si sot më kujtohet. Ama prej asoj rënje, e kam një përshtypje që perëndimi o zbut e bashkë me perëndimin edhe banorët e perëndimit. Për ndryshe, që ajo që u raportu prom që ka bo vaki në Venezuelë, në kohën e luftës ftëft, ish konsideru, le të themi, piece of cake, një cupë torte, edhe një ditë punë në zyre. As pas ka pas dvram, as pas ka pas pushkatime, thjesht, si mas qasoj që u tha sëd, kanë hy agentët Amerikan, e kanë marrë një diktator për dhumës gjumit, bashkë me grun, e kanë paketu me një helikopter, e mane me një avion edhe kanë nisë për New York. Sigurisht, ati do të mja bot gjykimin se njerëz po ankohen shumë. Amo droga për të cilën kam u gjyku, mu nuk më do këtë as arsyeja kryesore pse është dasht me urdzuaj. Unë menoj që kjo heqja Madurës pe pushtetit, nëse e shohim në logjikën e shteteve, është bo për 3 arsye. E të 3 arsyet janë qëndrueshme për me rrëzu dikon për pushtetit pa pos nevojë as mu arsyetu. Arsyeja e parë dhe e vetme, veç që kjo kish mjaftu. Venezuela është shteti me rezervat më të mëdha të naftës në botë, rreth 300 miliard barela fuqi. Për me kuptu sa shumë janë këtu në terma praktik që po ju kallëzoj. Krejt bota nuk mundet me shterë për 8 vjet nëse e marrin veç qatë naftë. Tash ti që pengon këto mundesh me thonë, apo e sheh, Amerika pas ka shku me ja vjedh naftën popullit liridashës të Venezuelës. Për vjedhjen në politikat mëdhaja duhet me lexu pak më ndryshe, se bota nuk është gjithmonë e butë. Pyetja jame për ty, edhe për krejt ju që e barazoni aksionin Venezuelë, me aksionin rus në Ukrainë është që kjo. A është ma mirë më shku Amerika në Venezuelë, që e ka të dera shpis, a me lanë aty më shku edhe mu parku Kina a Rusia? Për ju që nuk e dini, veç 2-3 orë para se Amerika me bo aksionin, Maduro e ka pas në zyre për fatësusin më të nalt të Kinës për Amerikë Latine. 2-3 ditë më herët, gjithashtu, Amerika i ka nal do anijet mëdhaja të Rusisë që shkojshin me marrë naftë në Venezuelë. Pra, nëse e kiko ishi një shtet që kaq të pasën, që udhëhiqet për një banditi si Maduro, që t'i shtyn 8 milion emigrant ka Amerika, që ta sjell të dera Rusinë e Kinën, me atë ko ishi e ki vesh një mënyrë të komunikimit. Me ja lidh syt me një shami, me rëzu pe i pushtetit, me i hangër do të shajt me pe i liberalve, edhe me vazhdu jetën. Deri nesër, nëse që kjo sish ndodhë që shto rrugën e Madurës, e këshin zgjedhë edhe dikush në Guatemala, në Haiti, në Honduras, në Panama, e plot venet asoj bote. Prandaj, si në kohën atë vjetra, këtu në të lashave, është mirë mja u hek kryt me vakt, me fjalë tjera. Prej fundit luftës dytë botërore, nga me vëmendje, e deri në vitin 1989, posaçërisht Amerika është konë detyrume me u përfshin aksione lufta që sot pikondit liberal munden mu do ka pak të palavdishme. Që po i përmeni veç disa. 1949, CIA ka ndërhyrë në Shqipni, kanë mënu me rëzuën Verhoxhen. 1948, ka ndërhyrë në zgjedhjen në Itali me i nalë komunistat marrën pushtet. 1953, e kanë mbështet një gru shteti në Iran. Në Guatemala, 1954, e ka rëzu një kryeministër. Ka ndërhyrë në Taiwan, ka ndërhyrë në Siri, në Indonezi, në Kongo, Kubë, 1961, aksioni famshëm i deshtum Bay of Pigs, Vietnam, Kambodjë, Brazil, Kel, Afganistan, Angol, prap Iran. Në përgjithësi, pej vitit 1945, deri kur ka ra muri i Berlinit, qeveria amerikane ka ndërhyrë rreth 50 herë. Herë duke mbështet grushtete, herë duke parandalu grushtete. Ping-pongi më i madh i politikës jashtme amerikane është kon me nal për hapjen e komunizmit, që në fund ditës është sa një mirë, o kon sa një mirë. Fillimisht me nal në kontinentin e vet, manej në Afrikë, manej në Evropë, manej në Azi. Kur ka ra muri i Berlinit, e bashkë me murin e Berlinit edhe Bashkimit Sovjetik, edhe Shtetet e Bashkuara
u bon pak më të ndjeshme. Se publiku u bo më i ndjeshme, më një më i sigurt, fillun me harru që ka njerëz të këqin botë. Kina ron dy gojt ekonomikisht, pra s'pat shumë beteja që do duhemi fitu në teren me çdo kusht. Sa për ilustrim. A dini pse Koreja është ndome në dy pjesë? Se Bashkimi Sovjetik e ka pas mbështet gjyshin e këtij diktatorit Kim Jong-unit, Kim Il-sungin me marrë krejt gadishullin. Kështu që Koreja u ndomë mas luftës dytë botnore në paralele 38, Vereu dhe Jugu. Kur gjyshi i tij, me ndimin e rusëve dhe të kinezëve, shkoi me marrë këtë venin, amerikanët hynën edhe i nalën. Sot i ki dy Koreja. Paka shumë e njëjta logjik është kon edhe në Vietnam me tjera paralele. Dhe dikon edhe në Kambodgjë, bi qitë stop komunizmit. Tash kanë kalu gati gjys shekull, i pej kohës kur komunizmi u shpalli vdekun. Po shtetet që e kanë përfatsuar atë ideologji, me gjasjen forcu prap, posaçërisht Kina. Prandaj Amerikës i duhet me i nxjerr prej fioka, prej sirtarit, disa manualet vjetra. Ma e rëndësishme, mos i le shtetet fqinje me u bë satelit Kinës e të Rusisë. A e moni men, ose a keni lexu krizën e raketave në Kubë? Kennedy o kon gati me nis luftën bërthamore me Rusin, veç mos mi lan raketat nukleare të Bashkimit Sovjetik me u vendos në Kubë 200 km larg Miamit. E pse me lan tash Venezuelën me u bë satelite e Kinës, me fjalë tjera. Ka ndryshu gjeneratat. Kanë ardhur rrjetet sociale, TikToku, Facebooku, më thënë tash, ama jo logjika e shteteve. Prandaj perëndimort është mirë me i thirr mendjes edhe na bashkë me ta. Paka shumë që shtu qysh ka vepru Amerika në Venezuelë prom, ka dash me vepru edhe Rusia në Ukrainë, ka pas qef, ka qef edhe Kina me vepru në Tajvan. Ekziston një dallim, me qeni sinqer dhe në fund. Në logjik të ftoft shteteve s'kish prish pun edhe qaj dallim, për nejse. Në Tajvan e Ukrainë, qeverit janë zgjedhuna me zgjedhjet lira, kurse në Venezuelë, zgjedhjet e kanë hub kuptimin tashe 35 vjet. Pra, sot fjalën e madhe në rrjete, në media, në perëndimin ton e kanë marrë ata që demokracinë e njohin vetë si produkt gatshëm. E shijojnë, e përjetojnë. S'kan dhënë kur gjë për demokracinë. Demokracia, le të themi, është pak a shumë sikur Suxhuku. Do e shohin veç të paketum, ama nuk e shohin procesin. Derisa del Suxhuku të tin tavolinë, një lupo prej dikun, ja kanë hek zort, dikush e ka bo punën e flist. Edhe demokracia, për më t'i dhonë ty drejtat, lirinë e shprehjes, me u veshe, me u desh qysh dush, me shajt presidentin, me nanë qysh dush, kriministrin, që është ani mirë, ama para se më ndodhë kjo ka pos lufta, ka pos vendimet të pesta, dikush e kam shelë synin dikun. E ndodhë që dikun ka dhe naft. Kjo veç e bën edhe më të arsytush me këtë procesin. E vesa për Shqipnin, vjen keq me po një pjesë të opozitës që kanë zonë hyjgjim, e kanë liderin e vetë Lizez, e përshpresojnë që Trumpi ka merzu tash edhe Ramën. Po, pse? Nuk për shohin dhondrin e Trumpit të investu në Shqipni. Çka ka me bo Trumpi? Me bombardu Zvërnesin e Sazanina? Miq, që ky po duket fillimi i një reni të ri botnor, si mas modelit të renit vjetër. Prap Amerika në qendër. Përballë Kina e Rusia në ulse ndimse. Prap Arabët ka Amerika. Prap Evropianët ka Amerika, pa me dy mendje. Ama në fund si vetë kërkush. Trump me një fjalë është ajo Amerika që është konë ma herët, vetë se ndërmjet Trumpit edhe asaj Amerikës që konë ma herët ka një shumë emocione e shumë empatia. Liria e demokracia në një botë plot ambicje nuk kushtojnë lirë. Falas jo se jo. Në fund, ma të lumtunit unë e besoj janë Venezuelas, banorët e Venezuelas, sepse anë këti tëne po merë fund. Veni tëne s'qysh po doket, po hynë një epokë ku Amerika ka fjallën kryesore. E historia na ka mësuar një gjë. Për dallim për Kinës edhe Rusisë, Amerika kur të pushton edhe të lën diçka. Shembulli më i mirë është Evropa. Jo gjithmonë sa që Evropa. Shembulli më i mirë janë ana. Jo gjithmonë është nuk lën sa kanë qef njerëz, se na kena qef edhe në politika. T'jash me mu përzi ka pak, ama të lën boll.